Gjatë ditës së sotme, një debat i fortë ka shpërthyer mes dy figurave publike, Alba dhe Limi, duke tërhequr vëmendjen e mediave dhe ndjekësve të tyre. Çfarë fshihet pas këtij përplasje dhe çfarë do të zbulojë Alba për Limin? Kjo situatë ka ngjallur kurreshtje dhe spekulime të shumta. Debati nisi kur Alba e paralajmëroi Limin se do ta demaskojë për një çështje të caktuar, duke i kërkuar llogari për veprimet e tij. Kjo deklaratë ka bërë që shumë të pyesin se çfarë mund të jetë kjo çështje dhe si do të reagojë Limi ndaj akuzave të saj. Alba, e njohur për qëndrimet e saj të forta dhe për mënyrën e saj të shprehjes, ka theksuar se është e gatshme të zbulojë detaje që mund të ndryshojnë perceptimin e publikut për Limin. Kjo ka rritur tensionin dhe ka krijuar një atmosferë të paparashikueshme mes dyshes. Reagimi i Limi ka qenë i shpejtë, duke e quajtur këtë një tentativë për ta diskredituar. Ai ka theksuar se është i gatshëm të përballet me çdo akuzë dhe se do të japë përgjigje për çdo pyetje që i bëhet. Kjo ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin e ndjekësve. Çështja e demaskimit ka qenë një temë e diskutuar gjerësisht në mediat sociale, ku ndjekësit kanë filluar të spekulojnë për natyrën e akuzave. Disa mendojnë se mund të ketë lidhje me një ngjarje të kaluar, ndërsa të tjerë besojnë se është një manovër për të rritur audiencën e tyre. Ndiqni videon e mëposhtme për të kuptuar më shumë rreth këtij debati dhe për të parë reagimet e të dy palëve. Çfarë do të ndodhë më tej? A do të ketë një përballje të drejtpërdrejtë mes tyre? Ky debat ka sjellë në pa jo vetëm tensionet personale, por edhe ndikimin që kanë figurat publike në shoqëri. Si do të ndikojë kjo situatë në karrierat e tyre dhe në marrëdhëniet mes tyre? Kjo mbetet për tu parë, por një gjë është e sigurt, publiku është i etur për të mësuar më shumë.